Vendimi i Këshillit të Çështjeve të Brendshme të Bashkimit Evropian për të përshpejtuar trajtimin e procedurave të azilit pritet të sjellë ndryshime të rëndësishme edhe në funksionimin e kampit të Gjadrit. Sipas të përditshmes italiana La Repubblica, qeveria e Giorgia Melonit ka hartuar një plan të ri që synon vënien në funksion të plotë të qendrës së hapur në Shqipëri në pranverën e vitit të ardhshëm. Ndryshe nga parashikimet fillestare, migrantët e kapur në det nuk do të transferohen menjëherë në Gjadër, por do t'i nënshtrojë një kontrolli të shpejt para prak në qendrën italiane të ngritura për këtë qëllim. Vetëm pas verifikimit fillestar ata do të mund të dërgohen në Shqipëri për procedurat e mëtejshme të azilit. Pas miratimit të listës së vendeve më të sigurta, qendra e Gjadrit do të mund të presë dhe shtetas nga Bangladeshi dhe Egjipti, dy nga grupet më të mëdha të kërkesave për azil në Itali. Plani i ri parashikon që brenda një muaji të përpunohen të gjitha kërkesat për azil. Në rast të refuzimi e riadhesimi i personave do të jetë menjëhershëm, përfshirë edhe ata që do të vendosin të apelojnë vendimin. Ndryshe nga praktikat aktuale, apelimi nuk mund të ndalojë në procedurën e dëbimit, përveç rasteve kur gjykata urdhëron pezullimin e tij. Qeveria italiane synon të miratojë aktin shpejt në parlament përpara se të hyjë në fuqi Pakti i ri evropian për azilin dhe migracionin në qershor të vitit 2025. Qendra e Gjadrit priti emigrantët e parë në tetor të 2024, por disa vendime gjykatash në Itali e paguan vënien e saj në funksionin e plotë me rregulla të reja. Roma synon të zgjidhë këtë ngërç dhe ta shndrojë Gjadrin në një hallkë të rëndësishme të sistemit të ri të menaxhimit të migracionit.